Dikur, dhe jo në shekullin e kaluar, në këtë shekull, përpara se sa ne të merrim detyrën, ishin të përditshme lajmet nëpër çdo ekran, jo me 1 me 2 persona, por me turba që u lërinin nëpër gardhet e spitaleve se nuk kishte asnjë ilaç, s'kishte aspirina. Vinin në spitalin Nën Tereza me batanie me vete, me çarçaf me vete, me jastëk me vete, me ilaçe me vete, me çdo gjë me vete. Kishte vetëm mjek që punonin me heroizëm. Asgjë tjetër. Futeshe në spitalin Nën Tereza, nuk kuptoi, a ishte në spital, a ishte në stacion trenit, a ishte një treg frut ilegal, fruta perimesh, a ishe ke gabi. Të gjitha ishin bashkë. Në korridoret e spitaleve, njerëzit lëviznin me biçiklet. Dhe nuk kuptoi kush ishte në biçiklet. Ishte doktori, ishte pacienti, ishte familjari, sepse mjekët s'kishin as përparse.